Lulsi, mirë se erdhët të dashur miq, javë të mbar të keni, mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes të Javë të mbar, Kati. Faleminderit gjithashtu edhe për ju. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbar dhe juftoj këtu tek këndi jo negatimit për pa recetat që do përcjellim për juve sot. Vazhdojmë të sillim receta festive, japim ide dhe juve mund të përzgjidhni ato që keni mundësi të bëni në familjet tuaja, se sigurisht se nuk do t'i bëjmë të gjitha llojet e ëmbëlsirave, edhe pse është Krishtlindja apo dhe viti i ri. Tradicionale është ajo e baklavas, sigurisht gjithë shtëpiat i gatisin, qoftë me petë të hapura vetë, qoftë edhe me petë të gatshme që neve e bëm radhën e parë të mërkurën që shkoj dhe e mbajtëm këtu tani për ta treguar se mënyrën se si duhet bërë edhe sherbetosja e baklavas. Që është një moment i rëndësishëm, duhet thënë se mund të na shkëlqej punën dhe mund të na e çojë dëm të gjitha, nëse nuk e sherbetosim siç duhet. Anila, të lutem, më ndis pak sobën që kam vendosur sherbetin atje, edhe të shpjegojmë Anvisave këtu për punën e baklavas. Pra, baklavan, neve radhën e parë po aty, e duhet që të valoj. Radhën e parë ne baklavan e përgatitëm me 1 kilogram peta, kemi patur ara 650 deri në 700, është mirë që të hedhim, sigurisht në të njëjtën masë mund të përdorim edhe gjalpin, faktikisht, sepse ato janë që përgatisim dhe bëjmë atë baklavan e mirë dhe të shishëm. Ndërsa për punën e sherbetit, do të kemi 1 kilogram sheqer dhe do të kemi 750 ml ujë, 1 limon të prerë në mes, po jo lëngun e limonit, e hedhim kështu të plot, jo lëng limoni brenda. Ta tregojmë, kemi në tenxhere, kemi gati. Si që 1 limon e presim në mes dhe vendosim ashtu, marrim aromën dhe cipën e limonit, marrim edhe atë, si thuash, aq sa duhet pjesa e shijes së thartë, lëngut limonit, dhe kjo bëhet me qëllim që mos të sheqerosi, do të thënë në momentin që e hedhim kur e kemi për sherbet. Dhe thash që baklavan unë e bëj në mënyrën time që do të vendosim fillimisht 4 pet në fillim fare, pastaj filloj dhe në çdo 3 peta unë hedh ara. Arat i thërmoj me 2 lugë sheqer dhe nuk i thërmoj plotësisht, mbajnë pak arat. Dhe në këtë mënyrë, do me thënë, në çdo 3 peta unë vendos, derisa të mbarojnë petat, vendos ara. Dhe kështu më bëhet më mirë, ara nuk është e imbushi me ara, e spërkati me ara, kjo është e rëndësishme. Në çdo 3 peta kemi ara dhe e bën baklavan që të ngelet i shkrifët, edhe 5 pet, do me thënë kështu lart, edhe bëhet shumë i mirë. Kam rezultuar me këtë lloj baklavaje dhe më ka dalë shumë i mirë. Pasi e kemi përgatitur, kemi hedhur edhe gjalpin, të cilën gjalpin më përpara e shkrim e kullojmë dhe pastaj e hedhim, nëse doni hidhni në çdo pet, do me thënë në çdo shtrim, dhe në fund fare ai që ngelet, e presim dhe hedhim gjalpin e fundit. E rëndësishme është për këtë lloj baklavaj që përpjekje. E vendosim në temperaturën 150 gradë dhe 1 orë e gjysmë. Nuk ka nevojë, do me thënë, që të veje temperaturë më lartë, edhe ashtu 1 orë e gjysmë, 150 gradë dhe del ky baklava. Ky është, do me thënë, baklavaj që del me këtë temperaturë, me këtë 1 kilogram petët, me ato arra që ju thash, me gjalpin e me këto gjitha. Tani e kemi gati të na bëjë sherbeti, unë do ta vendos në furrë, se për këtë lloj baklavaje duhet edhe baklavan të kemi të ngrohtë, edhe sherbetin. Kështu që unë do ta vendos, të më qëndroj, do me thënë se ka ngritur sa të marrë temperaturën e dur dhe do ta kthejmë këtu pastaj për ta sherbetosur dhe themi recetat e radhës. Okej, po ndërkohë që unë po ju kujtoj se ne baklavan, petët, tarrat, gjithçka që kemi përdorur për ta gatuar, por që kemi edhe sot në recet, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi. Është fiks momenti ideal për të bërë disa vizita më të shpeshta në dyqanin tuaj të afërt Neranzi, për të bërë furnizimet e vitit të ri e sigurisht për të mbushur tryezën tuaj plot dhe për të përgatitur edhe recetat festive që nga baklavaja, kadaifi e gjithë të tjerat. Duke ju kujtuar gjithashtu se videon e përgatitjes së baklavas, kësaj tave që ne kishim sot në furrë, mund ta gjeni në YouTube duke klikuar në 2 kanalet tona zyrtare, në News 24 ose në Villa 24. Ja ku e kemi dhe madje aty shikoni edhe të tjera receta të cilat ne kemi përgatitur gjatë javës që kemi lënë pas. Baklavan e keni ditën e mërkurë të javës së kaluar, pra data 10 dhjetor, megjithatë kaloje në arkivën dhe do ta gjeni menjëherë për të parë mënyrën se si ne e kemi përgatitur. Ndërsa shërbetosjen e kemi sot dhe jo vetëm hedhjen e shërbetit, por edhe recetat të tjera të cilat është momenti ti prezantojmë. Unë shoh që kemi kadaif në studio, kështu që do të vazhdojmë me receta të ëmbla festive.
Okat? Po, pa tjetër, do të bëjmë një ekmek kadaif, që bëhet me 3 shtresa, bëhet shumë i mirë. Unë kam pikur pjesën, dhe me thënë, një kadaif, sepse dua që ta fillojmë dhe ta përfundojmë recetën. Do ju tregoj mënyrën se si kem arritur deri këtu, derisa të na bëhet edhe sherbetit, më ngrohet baklavaja dhe do të fillojmë për treguar. Bëj këtë, fillimisht marrim kadaifin, të cilin në fillim vendosim edhe gjalpin që të na shkrim, masat i keni juve atje, ne do të bëjmë në masë më të vogël tani, thjesht për ta treguar. Pra, çfarë kemi bërë ne për të mbërritur te kjo tava këtu që ka kadaifin e pjekur? Pra, si gjithmonë ka t'i kujdese që recetat të cilat duan një kohë pak më të gjatë për të pjekur e për të bërë gati, të përgatis një tavë përpara dhe ta bëj të realizueshme nga fillimi deri në fund dhe të kuptueshme për ju që po na ndiqni. Po ndërkohë për të mbërritur këtu kemi marrë kadaifin, që është super cilësor. Shiko, këtë do të thosh Janina, shiko çfarë kadaifi, asin ngjitshëm, as është, domethënë bën mënyra të ndryshme. Nuk është, ne do sjellim dhe gatime të tjera me kadaif, sepse ç'është e vërteta, përveç se këtij lloji ekmeku bëhet kadaif me ara, bëhet të kripura kadaif, të cilat do t'i sjellim edhe në mënyrën më festive, kështu që dhe tani unë nuk e lë, sigurisht që e hapim në këtë mënyrë dhe e lëm kështu. Por mua më pëlqen me qëllim që gjatë prerjes të mos na e bëjnë këtë e thërmoj, ose me thik, ose me gëshër, e thërmoj që të më shkrifërohet më mirë. Dhe po doni, mund të shtoni akoma këtu edhe një pak ara në pjesën e kadaifit. O Kati, po këtë si kuror mbreti, çfarë e kemi këtu? Marenga. Ajo shumë e thjeshtë për të përgatitur. Ja të bëjmë këtë një herë. Mareng, me vezë do me thana. Nuk po hedhë më, për masën që neve kemi. Shikojnë pak që ka bërë Kati? Sa i lezetsh me duket. Atere këto, do t'i lëmë këtu. Dhe, ndërkohë që kam vendosur për të më shkrirë edhe gjalpi, me qënë se neve na u bë gati sherbeti, do të fillojmë të sherbetosim edhe kadaifin, që ta kemi të ftohtë. Edhe baklavan? Tani, për punën e sherbetosjes së kadaifi, duhet të dim, kadaifi duhet jetë i ftohtë, edhe sherbeti duhet jetë i ngrohtë. Unë kam hedhur masa më tepër sherbet aty, me qëllim që të bëja edhe sherbetosjen e kadaifit. Marrim fillojmë, do me thënë, fillimisht edhe bëjmë sherbetosjen e kadaifit. Nëse doni këtu, mund të shtoni edhe një shkop kanell për tek pjesa e kadaifit. Për pjesën e aromatizuesve, e dini vetë juve. E hedhim dhe duhet të dim që kadaifi thithë goxha sherbet. Duhet ta pjeki mirë dhe do të tregoj tani mënyrën se si bëhet që kemi arritur deri këtu, po fillimisht po e bëj këtë. E ke bërë të thjeshtë, s'ka ara aty brenda? Jo, nuk kam ara këtu brenda. Do ta lëm tani këtë për momentin. Edhe të nxjerrim baklavan nga fura. U ngroh mjaftueshëm? Po, është ngroh mjaftueshëm, ti hedhim edhe baklavas. Këtë tani Janila le ta shvendosim atje, sepse do të tregojmë edhe se si kemi arritur deri aty. Ja. Shikoni sa i mirë është? Aroma e gjalpit që ndihet momentin që i hidhet edhe sherbeti, është shkëputur edhe nga tava, pra ka bërë punën e vetë sherbeti. Dhe tani, mbreti i festave. Sa i mirë duket kjo? Vete ke prerë Kati? Po, do bëjmë me kismet zoti, nuk themi shumë gjëra, sepse edhe këtu tani fillojmë edhe hedhim. Që do e thoj që ndrove mundje. Do bëjmë, po me kismet zoti. Mendojmë mos bëjmë do një që ta bëjmë kështu me atë tradicionale, me petë hapurave. Të bëjmë petët, po ne duhet i nisim sot që t'i mbaroj me 31. Jo, nuk është shumë shpejt për t'u hapur. Ajo është jashtëzakonisht. Me ato petët e vogla që bëjnë sa një kokërare, bëjnë kaq mirë, do me thënë dhe kaq shpejt që se ke ide. Asaj mirë duket. Kësaj do t'i hedhim edhe një shtres tjetër sherbet. Pra i hedhim të parin, e lëm edhe bëjmë një sherbetosje të dytë një ditë tjetër apo brenda ditës? Edhe brenda ditës, edhe një ditë tjetër, nuk na prish punë, rëndësi ka që tjetë, ja, unë bush tani s'ka nuk merë do të më shumë. Thjesht duhet lënë që ta thith komplet. Duhet. Sa më shumë ditë të qëndroj, aq më i mirë dhe më i shkrifët bëhet baklavaj.
Tani Të lumshin do ta duar. lëm, se dhe di. Sa do ta mirë lëm diku duket. këtu. Okej. Ta heqim këtë. Duket që është shumë e shishme, shkrifët. Ne do ta provojmë mbasi të naftohet, edhe pse kemi dhe një dorë të dytë shërbeti, po një çik kështu në për të mund ta pickojmë. A të lexojmë recetat? Mund të lexosh Anila sa të më shkrihet gjalpi dhe të bëj gati tenxherën për të përgatitur, edhe sepse ekmeku bëhet me 3 shtresa. Kemi gadaifin, kemi kremin që do të përgatisim, edhe në fund fara do të bëhet mareng që do të bëhet me pana. Okej, pas kemi punë do me thënë. Le të Po. shohim pak përbërësit në ekran. Çfarë na duhet për të përgatitur recetat e ditës së sotme, gjithmonë duke u kujtuar se blerjet për këto receta duhet i bëni tek Neranzi, që t'ju dalin recetat njësoj si ne. Ekmek kadaif, shërbeti, 500 gram sheqer, 500 ml ujë dhe një fet limon. Për ekmekun, 500 gram kadaif, 200 gram gjalp, 1 litër qumësht, gjysmë filxhani çaj sheqer, 2 lugë gjelle miell dhe 2 lugë gjelle me niseshte. Vazhdojmë me të njëjtën recet, e cila do gjithashtu 3 të verdha veze, 2 paketime vanilje, 1 lugë gjelle gjalp, 250 gram pana, 2 lugë gjelle sheqer, 100 gram arra ose fistik për servirje. Dhe vjojmë me leximin e recetës tjetër, mareng festive me fruta, 4 të bardha veze, 3/4 filxhan çaj sheqer pluhur ose sheqer të zakonshëm, 1 lugë çaj lëng limoni, 1 lugë çaj niseshte, pak krip, 100 gram fruta të thata, 1 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle niseshte, 1 filxhan ujë. Këto janë recetat për sot, të cilat do t'i rikthejmë patjetër në një moment të dytë, do t'i rilexojmë, do të shohim edhe mënyrën e përgatitjes së tyre, të cilën Kati na e tregon hap pas hapi. Dhe Tani e kemi shkrirë gjalpin, sa të pi momenti për të nxjerrë aromën gjalpi, edhe unë faktikisht e hedh me këtë direkt, se edhe po të ketë ndonjë kështu. Okej, të cilin e kullojmë, pra gjalpi në përgatitjen e ëmbëlsirave në mënyrë të veçantë duhet të kalojë në një kulles. Tani, ajo që unë bëj, që të më marri gjithandej, prandaj edhe kemi e trazoj kështu, që të marri gjalp gjithandej. Dhe pastaj e hapim, prandaj edhe e presim, dhe me thënë atë mënyrë, që të ketë mundësi edhe të marri gjalp mirë, por edhe në momentin që e presim në racione, a i shkrifërohet, do me thënë pritet më mirë. Pa, e kuptoj, se e zbutë gjalpi. është i prerë, nuk është kështu, do me thënë tani, pasi e vendosim të, e shtypim me lupë dhe vendosim në furr. Kur kemi atë masën e madhe, duhet vendosur në furr në temperaturën 180 gradë dhe do ta lëni të paktën për 35-40 minuta, edhe pse është kështu. E shikoni në bazë të furrave tuaja. Kati, kjo është si mafishe, kjo këtu? Marenga janë ato, mafishe. Mafishe, e pra, marenga, mafishe është e njëjta gjë. Po, e njëjta gjë është, mareng mafishe, po. Se mund t'i bëjmë ne vetë këto. Bëjnë shumë kollaj vetë ato, Anila, ja do i tregojmë pastaj. Ja do i mësojmë sot. Tani të fillojmë të bëjmë edhe. Sa të bukura? Ashtu ta lëm kadaifin atje dhe fillojmë dhe bëjmë kremin, sepse duam që edhe kremi të naftohet. Pra, si bëhet kremi? Unë do ju tregoj një krem që bëhet shumë thjesht. Do të hedhim 1 litër qumësht. Okej. Tani kemi miell, do të hedhim 2 lugë miell, të supës që them unë, Pa. 2 lugë niseshte, po doni mund të përdorni edhe miell ermik nëse keni, nëse s'keni nuk ka problem, mund të hedhni këtë. Ne po e bëjmë me miellin. E zakonshëm. Tipit zero, po ja, miellin. e kemi aty. 1, 2. Pra 1 litër qumësh, 2 lugë miell, 2 lugë niseshte. Hedhim dhe sheqerin. Këtu kam të verdha, i hedh të gjitha bashkë. Do të them të verdhat e vezëve, unë kam 4 faktikisht këtu sepse përdora për të përgatitur ato mafishet, marengën. I hedh me njëherë dhe këto. Pra qumshtin, mielin, niseshte, të verdhat e vezëve, sheqerin, vaniljen, të gjitha anë ty. të gjitha me njëherë, s'ka nevojë.
E trazojmë mirë vetëm, fillimisht para se ta vendosim në temperaturë të sobës, të shkrihet mielli, sigurisht në seshtja shkrihet, nuk është problem, të hedhim dhe vanilen këtu. Një maj. Tash për punën e këtyre vanileve i kemi dhe i mbajmë edhe për herë tjetër, të hedhim sheqerin. Njësështën kemi mbaruar punë. Tani unë edhe sheqer nuk hedh, do të thënë masat i kemi vendosur atje, por faktikisht unë për çdo 250 ml qumësht hedh nga një lugë të supës, nuk hedh më tepër, nuk është se më pëlqen shumë sheqeri në ëmbëlsira, i dua ëmbëlsirat 3 hodhë apo 4 hodhë manila. Tani edhe 2. 3. 4 me këtë. E sigur, po më ta shoh video në YouTube pastaj. Jo, hodha. I bëre 4, ma më duken 3. Mami, jo, s'ka gjë, do t'a provojmë pastaj më një shtojmë se... Këtë drejt, Ashtu, në rregull. Po mirë, po të hidhim një më shumë, do bëj pak më ëmbël. Do bëj pak, po unë nuk e dua, prandaj jam shumë kështu për punën e sheqerit. Tani atë që thash në fillim fare, e vendosim, e trazojmë dhe fillojmë ta trazojmë këtu mbi sopë në temperaturë dhe në fund fare, kur do filloj që do lidhe të bëhet si një trajt të kremose, do të hedhim edhe një lugë gjarpë. Edhe kaq është, kaq shpejt, kaq thjesht. To arat i kemi për ekmekun? Po, ara thash që mund t'i hedhim te pjesa e kadaifit, mund t'i hedhim edhe në fund fare nëse s'kemi fistik. Po janë ule shtrydhe që? Ato janë ule shtrydhe të thata, që do i përdorim te pjesa marengës. Ne do ta ndërtojmë marengën dhe do t'tregojmë në fund fare mënyrën se si bëhet marenga. Po. Pra do të ndërtojmë këtë dhe pastaj në fund do të tregojmë si e kemi bërë këtë. Si kemi bërë, po, si kemi arritur deri aty. Të herë. Mund të bësh Janila këtë trazimin dhe unë të mere me pjesën e marengës. Sepse... Do ko edhe ajo besoj. Do ko. Tani për tënë mënyrë, po, ta iqim. Këtë doja të bëja, të largojmë se gjëra nga këti. Ndërkohë nuk luaj më nga këtu në fakt. Ja, do i afroj unë këtu edhe do i bëj. Ashtu. Këtu kemi vezët që do na duhen për marengën. Këtu kemi një sheg që nëse dua mund të hedhim dhe ca kokra shege sipër se janë gjëra festive që bëhen edhe kështu që na duhen. Pra këtu kemi marengat. Të marrë një pjatë tjetër që ti vendos. Është e vështirë për të bërë ajo katë? Jo. Ashtu, a? Po, shumë e thjesht për të përgatitur. Se kur e shek kështu në pamje të parë... Ta binte kjo më mirë apo të bardha? Po ku të duash? Këtu që të ndryshojmë dhe në qingë gjyrë. Jetë më festive. E rëndësishme është mos të na prishet nëse e kalojmë nga një pjatë në tjetrën. Jo, nuk prishen. As diskutoj që s'prishen. Kështu që do filloj me këtë. Kjo tani, këtë e kam bërë do me thëmë pjekje, që do të tregoj. Kjo është pjekur pak më tepër, prandaj ka marrë dhe këtë ngjyrë. Okej. Në çdo stres do hedhim. Këtu kam frutat e thata ose frutat të ngrira, do t'i vendosni një tenxhere të vogël me një filxhan ujë, të shtoni në një lugë sheqer, pak vanile, edhe një lugë niseshte, i përzieni dhe përgatisni një, si thua, një tip kremi të tillë, me fruta, me copza frute brenda. Hedhim dhe fruta. Edhe na del një kremi të tillë. Me këtë ne tani për ta shijuar marengën, i hedhim kështu në çdo stres. Në fund fare do hedhim edhe pak pana, nëse duam ta bëjmë akoma edhe më të plot. Të mendoj ta lë në fund fare. Na u hap, s'ka gjë. Është delikate. Delikate, s'ka gjë. Faktikisht këto mund t'i hapim edhe t'i mbushim. Do me thënë, ose ka nga ato që i shpojmë edhe i futim, do me thënë, brënda në brëndësi. Pa. Sa jo brënda është bosh, do me thënë, për shkak se është si bërë me duket kjo tani vezë. për shembull që është bosh. Nuk është se i rëndojmë shumë, do me thënë, po thjesht, nga këto frutat, faktikisht kanë atë shijen si majoshe, edhe kombinojnë, do me thënë, bëjnë një kombinim shumë i mirë. Do lë të fundit fare këtë. Tani vëm kurorën. Edhe te kurora, përveç se kësaj, do me thënë, ta mbushim me këto, do vendosim edhe fruta të fresta ose dhe të thata.
Tani do marrim kemi edhe ca gjethe ose borzilok, ose nenegjik, ose diçka kështu. Edhe përveç se kësaj, unë kam edhe në pamje duket shumë e bukur, do shojmë edhe mënyrën se si realizohet, të cilën do ta bëjmë në pjesën e dytë për të parë. Nëse çfarë ke aty? E mareng. E pana se thash mareng. Pana, pasticerie. Po. Kemi Atë ëmbël. Nëse keni me roze, juve do t'jetë akoma më mirë. Po unë Interesante. Pandër mund ta kthejmë dhe vetë në ngjyra, tek në razi gjejmë edhe ngjyruesit ushqimor, të cilët janë të gjitha ngjyrat, ndaj me një pikë nga i pluhuri e ktheni në një ngjyrë të preferuar. Nëse doni ta bëni më festive, më të këndshme për syt, më të preferuar një sikë të vogël, Anila, që të presim këto frutat. Këto janë luleshtride, faktikisht. Ndërkohë, ne besoj duhet jemi në 1-2 minutë në fundit. Si baçë me lule e bërë Kati. O Kati po trashet, këta ish nga këtu apo ta Po mbajmë? trash, po e heqim. Ndale njerë se, aman, po qoj dëm gjithë punën edhe kush bën një krem nga fillimi Nuk e pastaj. dim se shashu edhe shumë, në fakt mos ta ngarkojmë, po nuk e di. Se si duket. Shumë bukur duket, si duket. Po duhet, ta shumë gjatë si një kuror, tani u plotësua, u bë një kuror me lula. Të verdhat ose kështu, ca shek mund t'i hedhim ne më mbrapa. Po, me thënë edhe rreth e rrotull pjatës. Edhe ca kështu të tërmuara. Do t'i sistemojmë pak më vonë ato, sepse do të shikoj dhe atë Anila. Shive një qik? Po, është trashu dhe shbër tamam. Është ngjalpin, besoj. Ja, kështu, tamam fiks. E shikon, me masat që neve hodhëm, 1 litër qumësht, i pa do me thënë këtu se si i hodhëm. Të hedhim edhe gjalpin. Bën këtë të Op. Qa ndodhe? Jo, më ra luga. 1 lugë gjalp. Tani gjalpi e shkëlqen. Është ajo që themi ne që i jep shkëlqimin e fundit. E trazojmë, e lëm të ullet temperatura. Po Kati e ke lënë vetë ka ishte ullët? Po. Sa është, sa e kam vënë? Po të 120. 180 duhet. Taris. Po. Rita. Ja, Kanaifin që kemi në kremi na u fushë. bë fantastik, shumë i mirë, edhe për shije nuk diskutohet. E kemi gati. Tani, nëse e lëni të më thënë që të ulle temperatura, do të ktheni në një enë tjetër, do t'i vëni një membranë guzhine, me qëllim që mos të bëhet, do me thënë ajo, sepse kjo ka atë aftësinë mbasi qëndron dhe ftohet, bëhet si një kore sipër. Por edhe nëse ju bë kështu, se nuk keni atë membranin e guzhinës, më falë, ka zgjidhje me një makinë, do me thënë elektrike ose rafsin e dorës, përsëri më falni, do i bëni një përzierje të tillë, duke shtuar nëse doni dhe pak marengë nga pana, që do të kthehet në marengë, i shtoni pak brenda dhe i bëni atë përzierje që t'ike ajo korja nëse ju krijohet një kore. Kështu që mos u shqetësoni. Mirë. Ka zgjidhje. Çfarë do bëjmë ne kur të kthehemi? Neve kur të kthehemi kemi plot, kemi për të bërë do me thënë marengën, të kthejmë atë marengën tjetër, duhet të bëjmë marengën të regojmë se si u bën ato, se neve e ndërtuam, po se si kemi harit deri aty, s'kemi të reguam. Në fakt. Kështu që anvisa duhet ta dimë si haritëm ne deri aty. Okej, kështu që ne pak e nga pak, po shkojmë drejt për fundimin të pjesës së parë, kur të kthehemi kemi goxha punë ende, recetat janë shumë të mira për të mësuar, për t'i përgatitur edhe ju në shtëpi, për t'i mbajtur shënim edhe t'i realizoni gjatë ditëve të bukura të festave, kështu që një shkëputje të shkurtër, këtu jemi në kuzhinë, ju presim, kemi punë akoma.
Vazhdojmë të jemi në Vila 24 live së bashku në News 24 si çdo mëngjes tjetër ku orën e parë të këtij transmetimi të drejt për drejt ne e kalojmë në kuzhinën tonë ku nisim ditën me aromë, me shije, me idete pafundme të Katerinës edhe me duart e arta. Dhe tani do vazhdoj me ekmekun besoj. Po patjetër, do ta ashtu sepse fillimisht neve të dashur anvisa siç ju treguam kemi filluar me kadaifin, të cilin neve prem, me thënë e grim hall, nuk e lam ashtu flok, por kjo bëhet me qëllim që gjatë momentit që e servirim, të ketë mundësi të pritet më mirë racioni, do me thënë që servirim. E kemi spërkatur me gjalp, pra si e kemi thërmuar, e kemi vendosur në tavë, e spërkatur me gjalp, e punuam pastaj prap me një dy lugë, kështu që të marri gjalp në gjithë pjesë e tij kadaifi, e shtruam dhe vendosëm në furçë që të bëhet gati. Dhe thamë temperatura duhet 180 gradë, nuk do temperaturë të lartë, por kohën e zgjatjes se do 35-40 minuta dhe varet nga masa që unë ju kam thënë, po është pak më pak, më thënë si mas do më pak temperaturë, më pak kohë. Më pak kohë. Ndërkohë, pasi kemi përgatitur dhe e nxjerrim nga fura, e lëm që të ftohtë. Me thënë, do të kemi sherbetin të ftohtë, kadaifin të ngrohtë. Do të kemi të ngrohtë kadaifin, do të kemi sherbetin të ftohtë. Pra këtë e keni, do me thënë, balancimin e tyre e shikoni vetë. Ndryshe nga puna e baklavait që neve bëm dhe për baklavan, që është me petë të gatshme bëhet që ti kemi të dyja të ngrohta, ndërsa ato që bëjmë në mënyrën tradicionale dhe aty temperatura do me thënë duhet të jetë një ngrohtë, një ftohtë, ose të dyja të vakta. Më mbrapa ne përgatitëm këtu, si që shikoni, një krem pasticcerie që unë ua kam sjellë në mënyrën më të thjeshtë, që e vendosëm në një tenxhere, hedhim qumështin, 1 litër qumësht, 2 lugë niseshte, 2 lugë miell, 3-4 të verdha veze, varet do me thënë se sa, nëse i bëni si bëm neve sot këtë ëmbëlsirën, mund t'i keni 4 të verdha dhe i hidhni brenda sepse mirë i bën, dëm si bën. Gjithashtu unë kam hedhur 4 lugë të supës sheqer, juve varet se sa të ëmbël e doni, nëse doni mund të shtoni dhe një lugë më tepër, po 4 janë të mjaftueshme. Gjithashtu kam hedhur edhe vanile, i përzihem këto të gjitha jashtë temperaturës së sobës, pastaj e vendosim tenxherën mbi temperaturë të sobës, e përzihem derisa ajo që të lidhet të bëhet trajt kremoze siç e kemi neve këtu për momentin. Dhe tani neve do ta hedhim këtu sepse është bërë gati, por para se ta nxjerrim, do me thënë momentin që e nxjerrim, i hidhni dhe një lugë të supës gjalp të freskët, e përzierni dhe e keni gati. Tani neve na është ftohur, aq sa duhet, sepse nuk duhet të jetë shumë i ftohtë, në momentin që ta hedhim, dhe vendosim këtë membranin thash që mos të bëhet kjo pjesa e korës. Si përfaqe, po. Ja, shikoj se sa kremi mirë që na është bërë. Tu kadaifi na është ftohur, gjë që neve tani dhe nëse hedhim pak të vakët këtë, nuk ka problem. Përkundazi, lidhet mirë. E rëndësishme është tani që do hedhim panat, nuk duhet jetë i kështu, do me thënë i ngrohtë. Ja, ku e kemi recetën. Gjatë kohës që ne vazhdojmë përgatitjen, ju lexoni dhe rilexoni edhe një herë përbërësit që i duan përgatitjes së kësaj recete, që nuk duhet të lini pa e provuar në shtëpi, sepse shijon realisht shumë. Aroma e vaniljes tani. Shumë aromë të mirë, kremi na është bërë shumë i mirë. Nuk pa e të tërën, se dua që të lë dhe një shtres për pjesën e marengës, panës. Këtë mund të bëni edhe në, për shembull, të njëjtën gjë për një person, me thënë gota. Pa, nuk shkon dëmaj. Edhe me disa biskota të thërmuara, me pak krem pasticcerie, me ca fruta të thata sipër dhe kështu kthejmë një tjetër ëmbëlsirë. Po, edhe kështu me lugë. Lugë. Teksa vini vërdall në për kuzhinë, mbaroni dhe këtë kremin që ka. Atëre, unë mendoj anilat, vendosim një membran që të mos na bëhet, kalëm, që të ftohet, ule temperatura. Për tavën, thamë? Po. Po do kemi kohë gati të bëjmë të gjitha mendon? Po ja, se s'ka shumë, ajo do të thjesht tani këtu që të vendoset brenda kjo. Duhet e lirshme. E lirshme, po. Të pusitet brenda te kremi që të s'ka. Tani neve kremin do bëjmë, të marrim edhe këtë kremin për... Dhe kadaifin është bërë gati ta heqim. Sepse në pjesën e parë kemi bërë një marengë shumë interesante, e kemi lënë pak në frigorifer, sepse duhet të ruhet... Se ku do t'i vëmë të gjitha ne këto, po ja, për shumë Shumë kemi bërë. Do me thënë, kështu bëhet, pasi e nxjerrim nga fura, e kemi të ftohtë sherbetin, ja hedhim sipër, do me thënë, deri në mas, të marri sherbet mirë.
Neve tani e kemi bërë, e kemi gati, kemi arritur në atë fazë. Tani do të lëm këtë për momentin këtu, kam bërë tjetë të shërbetun, por këtë fazë ne ua të reguam, kështu që po e lë edhe vazhdojmë mbrapa. Ajo që më duhet më tani të marrë edhe panën, të bëjmë edhe panën gati, sepse duhet të regojmë edhe marengën. Gjithmonë pana duhet të dalë në momentin e fundit nga frigoriferi, tjetë e ftohtë me qëllim që të kemi mundësi që të rihet më mirë. Dhe këto që janë enkas për pastiqeri, janë, si thua, pana shumë më të mira. Ta lëm diku këtu. Ta afrojmë. Bëjmë në qëndër fillime, do me thënë rafjet fillimisht, dhe sa fillojmë do me thënë që ajo të lidhet, pastaj fillojmë edhe me rafje më të shpeta, që mos të na spërkat neve, enën, vëndin, kështu që duhet kemi kujdes për këto gjëra, mënyrën se si bëhet. Tani, edhe këtu neve do hedhim pak sheqer pudër, gjithashtu do t'i shtoj edhe pak vanile. Do t'i hedh pak vanile të lëngshme, me që e kam këtu. Është mjaftueshëm. Faleminderit, Danila. Të lutem. Të duhet sheqeri? Madje Anila do të thoshja nëse ke mundësi, do me thënë e ke mundësi, dhe të kam shumë të mirë, po kemi të hapur. Ja, do rish këtu që të filloj, sa ajo që të lidhe të bëhet marengë, unë të ndaj të verdhat e vezve që të fillojmë edhe për të përgatitur marengën. Që të dali koha tamam. Ja, mbaje kështu të mirë kur të vi. Faleminderit e dashur. Këtu kemi sheqer pudër, madje t'ja shtoj dhe sheqerin unë tani që ta kemi ashtu, dhe ti t'jesh deri në momentin për të bërë gati. Është mjaftueshëm, nuk hedhim më tepër. Ta mbajmë që të na duhet dhe të marrë nga sheqeri. Atëherë, edhe flasim do një gjë. Jemi që jemi. Unë e kam gjithë vëmendjen këtu se mos më bie ndonjë pak e verdhë e vezës brenda te marenga, dhe gjë që nuk duhet bërë sepse nuk realizohet marenga pastaj. Kështu që duhet ndar mirë e bardha nga e verdha po? Po. Ja një sekret tjetër. Nuk duhet të rënë e verdhë brenda, sepse ja më mbran pak një pikës që do ta heq. E shikon që nuk do do vëmendje. Ashtu. E hoqëm këto. E hoqëm edhe atë pakën që kishte ngelur, kështu që i kemi në rregull. I hedhim të bardhat ja siç e shikoni. Po fillon po lidhet. Tani me rafje sa më të shpejta që të lidhet bëhet ashtu, deri sa të arri atë kohë. Do ta marrësh vetë? Po, faleminderit. Të lutem. Edhe pak edhe kemi gati. Shumë mirë. Pra Kati, jepi shpejtësi. Po pra daj, thash... E heqim një herë mirë zhurmën. Edhe pak. Është gati. Ndjes, po tani e kemi gati. Okej.
se janë sa gjëra që duhen bërë në transmetim, se do kullonte, do prishte atë strukturën e vetë nëse ne do ta bënim gjatë shkëputjes. Kështu që bëm si bëm. Atë mund si faktikisht ta bënim, por ja që se bëm faktikisht. Se bëm pra se bëm. Duhet bërë. Ajo marenga, sepse si ishte diçka për të treguar, mundet edhe ta bënim më përpara. Tani shumë me rëndësishme në fillimin e pregatitjes së marengës së të bardhave të vezëve, duhet të jenë të thata edhe ena që neve kemi hedhur marengën, edhe këto. Mos ketë ujë fare, sepse nuk formohet marenga pastaj, nuk bëhet. Dhe themi ne çfarë duhet të ngutemi, na del ne një 5-6 minutësh kohë? Po besoj se po. Gjithsesi ne do e tregojmë pa mënyrën si bëhet, besoj ja dalim. Se të përfunduar e kemi ne, thjesht e po kemi për atë po themi, thjesht e kemi. Të ndihmoj. Ja vendosim më Anila këtu. Hike dhe vendos edhe një herë, se më hike që të mbaroj këto. Këto e kena rregull ti. Gjithsesi po e shohim edhe një herë. Apo ta lëm edhe pak. Në rregull është. Në rregull. Do ta lëm edhe pak, që të mulet pak akoma temperatura dhe filloj edhe bëj atë marengën. Do vish prap me zhurmë? Një pak zhurmë. Lexojmë recetat? Shohim pak recetat në ekran, i lexojmë të gjitha. Ekmekun e kemi me disa pjesë, ekmek kadaif, shërbeti 500 gram sheqer, 500 ml ujë, një fet limon, 500 gram kadaif, 200 gram gjalp, 1 litër qumësht, gjysëm filxhaj çaj sheqer, 2 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle nisteshte. Tre të verda veze, 2 paketime vanilje, 1 lugë gjelle gjalp, 250 gram pana, 2 lugë gjelle sheqer, 100 gram arra ose fistik për servirje. Mareng festive me fruta, 4 të bardha vezë, 3/4 filxhan çaj sheqer pluhur ose sheqer të zakonshëm, 1 lugë çaj lëng limoni, 1 lugë çaj nisteshte, pak krip, 100 gram fruta të thata, 1 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle nisteshte, 1 filxhan çaj ujë. Të gjitha këto i gjeni tek Neranzi, kështu që me vrap një vizitë tek dyqani juaj më i afërt, jam e sigurt që këtë tabelën e Neranzit e keni hasur kudo, në çdo lagje, pranë shtëpisë tuaj, në Shqipëri e në Kosovë, kështu që për ju që nuk e njihni nga afër, e sigurt që do të bëni zbulime të produkteve që nuk e keni ditur madje që ekzistojnë në Shqipëri, shumë janë brende ekskluzive që i gjeni vetëm tek Neranzi, kështu që realisht është një propozim shumë i mirë që ne ju a bëjmë nga këndyni i gatimit. Tani unë mendoj që këtë marengën që ne jemi duke realizuar, ta nxjerrim nga frigoriferi. Patjetër, Anila vesh se të lutem të them diçka këtu, siç e shikoni, është krijuar domethënë mareng. Një majës krip, ndoshta më përpara se të edhe pak lëng limoni. Edhe do shtojmë sheqeri. Sheqer pudër. Sa të duhet? Ose hedh lug Anila, se do ta shikojmë. Hedh këtu në. Hidhe, vazhdo dhe hidh. Hidhe prap. Hidhe 4-5 lugë, hidhe të gjithë në ata. Ata hidhën e saq ka kjo, 5 bëhet. Hidhe, bravo, faleminderit. Se janë lugë çaj këto. Shumë. Na duhet edhe një lugë nisteshte. Na ka ngelur një çik këto, pse ta çojmë dëm këto? Nisteshja e forcon. Se kato. Dhe nuk e lë të lëngëzohet në momentin që e kthejmë, domethënë e vendosim për të pjekur. Një lugë nisteshte. Nisteshten ku e kemi Anila, duhet ta kemi aty. Edhe e kemi gati pastaj për ta vendosur. Tregojmë edhe mënyrën se si vendoset. Një lugë nga kjo apo do lugë? Po, një lugë nga jo. Ta mbush mirë? Mbushë. Ashtu. Iku? Okej. Gati sa keq jemi me kohën. Kemi pra, po. Do na jep një ca minuta shtesë, se e 59 ora. Si ja dalim dot. 1 letër guzhine të vendosim diku. Tu kemi bërë dynjan këtu tani neve. Po pra, pse u bëm kaq rëmujnë sot? Po janë shumë procese.
Dhe se është për fajin ton, por... Dua të nxjerr atë nga frigoriferi, po s'di ku ta vë. Ato mund t'i heqim të gjitha, Anila. Në bëja se po i shtyk kështu, se ndoshta duan t'i shohin çfarë përdori, megjithatë YouTube ju shpëton, aty keni mënyrën për të kthyer videot, për të rikthyer. Se ndonjëherë ne kalojmë nga një recetë tjetra dhe ndoshta ju bëjmë pak shumë konfuzion, po. Ndërkohë që më thonë që duhet ta mbyllim. Jo se do të regojmë dhe atë tjetër, Anila. Ja, marengën e hedhim. Si ka dalë? Shisa e bukur është. Shega duhet ati akoma. Prisë do ishtem dhe shegët, po pra. Po shisa e bukur është. Këtë të vjetë. Shumë e shishme, Anila. Po hati tani, para me je po ha, po të bën gati kështu. Ja, shikoni. Ja, këtu. Është përfunduar dhe marenga. Shikojni. Shikoni, kjo do dalë më bukur akoma. Ani, e kupton, e bëni kështu, një, Edhe del kjo kurora. Del kurora. Ja, kjo këtu sipër. E vëni që ta pikni në temperaturën, thamë, 100 me 110 gradë, dhe këtu të dalëni për një orë e gjysëm, një e 20, e 50, e shikoni, do me thënë, dhe varet edhe si pas ngjyrave. Shiko, edhe ngjyrat i kemi të graduara në... Tani, me qënë se ne jemi në fund, ka të më thuaj qëfar duhet themi, qëfar duhet bëjmë, se unë nuk di tani... Ja, përfunduam edhe këtë. Kjo është e fundit, Anila. Edhe të marrësh një qik të me hedhësh edhe ato fistikët sipër. Aty. Po, ja një sekund të hapim kështu. Edhe lëm të ftohet në frigorifer dhe që të hani. Po, sa e mirë. Të treja... Tani si t'ja jetë, të mbush mirë apo kështu të spërkate? Spërkate, pudrose. Bravo, sa e mirë. Shisa e bukur dole. Shumë shinduar të kati. Faleminderit. Më mirë, s'ka ku të shkoj. Baklavaja është tradicionale. Sigurisht që nuk mungon nga tryezat tona familjare, por edhe njëra, edhe tjetra, janë ato që japin shumë lezet tryezës tuaj, përveç edhe shije, po përveç se nuk kanë shumë kosto, sepse gjithmonë neve mendojmë që të edhe xhepin. Kështu që... Tani, Kati, bëjmë përshëndetjen, edhe... duke ju kujtuar se në YouTube na gjeni në Vila 24 ose News 24, baklava, ekmekun, këtë recetën tjetër që marengën me fruta. Pavlova quhet ndryshe. Po, okej, ja, se kishte emri që më Ana është për nder të balerinës Ana Pavlova, që ka bërë shefi francez, më duket, diçka e tillë. Një ëmbëlsirë me emrin tënd. Zbëre një ëmbëlsirë për mua, zbëre. Dhe e mbyllim se s'kemi ka. Dhe ti vëmë emrin tim. Hajde ndajemi se kemi nevojë për reklama. Ka ditë lumë shënduar. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miropafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni, përgatisni familjet tuaja sepse vërtet do të meni një të lumë shënduar. Miropafshim. Takojmë nesër. Nesër në orën 9, po, me Kati në kuzhinë për recetat të tjera, publicitet kemi. Unë ndërkohë shkoj në këndin e të ftuarve për të pritur miq që do të vinë në Vila 24 sot pas pak.